Me sa duket, Gjesti dhe Olsi Bylyku kanë gjetur një miqësi të përbashkët, ku së fundmi janë bërë follow mes vete në Instagram. Ky zhvillim ka tërhequr vëmendjen e publikut, veçanërisht pas viteve të fundit, kur marrëdhëniet e artistëve shpesh janë subjekti zënkave dhe skandaleve. Tani kur Gjesti dhe Olsi po ndajnë një lidhje miqësore, kjo tregon një qasje më pozitive brenda skenës së muzikës shqiptare. Miqësia e tyre mund të duket e papritur, por tregon se çdo pengesë mund të tejkalohet nëse ka respekt dhe mirëkuptim mes dy individëve. Gjesti dhe Olsi tani janë bërë shok në rrjetet e tyre sociale dhe duket se asgjë nuk ka ndikuar që të kenë një marrëdhënie të shëndetshme. Edhe pse gjatë qëndrimit të tij në Big Brother, Gjesti asnjëherë nuk ka përmendur se ka diçka me Olsin. Kjo heshtje mund të ketë qenë treguesi i strategjisë së tij për të mbajtur jetën personale nën kontroll. Por tani më duket se ai është i gatshëm të ndajë disa momente me miqtë e tij. Madje në hyrjen e tij në shtëpi si surprizë për Eglin, Olsi tha vetëm fjalë të mira, duke i uruar vetëm suksese si për Eglin, ashtu edhe për Gjestin. Bazuar në ndërlidhjen e tyre të re, është e mundur që ndjekësit e tyre të shohin projekte interesante që mund të rezultojnë nga kjo miqësi. Një bashkëpunim muzikor mes Olsit dhe Gjestit do të ishte një hap i shkëlqyer, veçanërisht në këtë periudhë kur verës po i afrohet dhe ata mund të sjellin një këngë ritmike që do të ngrejë atmosferën e festave. Disa analistë të muzikës sugjerojnë se ky bashkëpunim mund të rezultojë në një këngë që kombinon stilet e tyre individuale dhe tregon ndryshimin e pozitave të tyre në industri. Muajin e ardhshëm, artistët shpesh kurorëzojnë krijimtarinë e tyre me projekte të reja dhe ky bashkëpunim mund të jetë piknisje e re për të dy. Gjesti dhe Olsi kanë ndjekës të shumtë dhe miqësia e tyre mund të ofrojë një inspirim për të rinjtë e sotëm që shpesh përballen me pengesa në komunikim. Ky është një mesazh i fortë që tregon se miqësia mund të përballojë sfida, duke u bërë një model se si mund të ndërtohen marrëdhëniet në një botë gjithnjë në zhvillim. Prandaj ndjekja e Gjestit dhe Olsit në Instagram nuk është thjesht një veprim i papritur, por një hap drejt një fillimi të ri në botën e muzikës, ku miqësia dhe bashkëpunimi janë më të rëndësishme se ndarjet e vjetra. Fansat tani presin me padurim të shikojnë se çfarë do të sjellin këta dy artistë të talentuar së bashku. Një ngjarje e pazakontë dhe e papërshtatshme ka ndodhur në spektaklin Ferma VIP, ku tensionet mes fermerëve kanë arritur kulmin. Një debat i ashpër dhe me ofendime të rënda ka shpërthyer mes Big Mamës dhe Albës, duke përfunduar me një veprim skandalos, për shtyrje e cila ka shkaktuar reagime dhe në rrjetet sociale. Në një moment nervozizmi, Big Mama përdori një gjuhë fyese ndaj Albës, duke i quajtur peace famer, njeri pa dinjitet, pa moral dhe idiote, duke përdorur gjithashtu edhe një gjuhë të papërshtatshme në serbisht. Ky akt i pështyrjes është konsideruar nga publiku si një shkelje rënde normave etike dhe sjelljes njerëzore. Ngjarja ka nxitur reagime të forta në rrjetet sociale, ku ndjekësit e kanë dënuar ashpër sjelljen e Big Mamës dhe kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga produksioni. Para se të bëhet pjesë, Big Basta në Ferma VIP është përfolur në media të roz se martesa e tij me Vesa Lumën është në krizë. Por me veprimin e fundit, këngëtarja ka hedhur poshtë të gjitha aludimet. Ajo ka bërë një postim për Big Bastën pasi ai u shpall fermeri më i votuar për të qëndruar në garë, ku është shprehur me fjalët "Zemra mal". Kujtojmë se çifti nga martesa e tyre kanë dhe një djalë. Gjesti ka festuar ditëlindjen e tij të 25. Në një postim në Instagram, ai ka ndarë me ndjekësit një reflektim mbi vitin që lan pas, duke falenderuar Zotin për shëndetin dhe familjen për dashurinë e pakufizuar. Ky viti ka pas krejt, emocione, presion, rritje, bekime, gjithçka, shkroi Gjesti në përshkrimin e fotos, ku shfaqet me një tortë të bardhë dhe të verdhë në duar. Faleminderit Zot që jo më shënoshe mirë e që i kam mri 25 vjet. Ai nuk harroi të falenderonte edhe ndjekësit e tij për dashurinë dhe urimet. E kam të pamundur me ja u kthy krejtve, mirë po krejti shoh.